Lideri I Hamasit Yahya Sinawar është vrarë në Gaza, kështu bën me dije Izraeli. Janë në fakt forcat policore izraelite të cilat kanë bërë identifikimin e trupit të Yahya Sinawarit duke përdorur shenjat e gishtave dhe duke përdorur gjithashtu dhe rekordet dentare të tij. Thuhet se më pasi është bërë krahasimi këtyre dy të dhënave, policia izraelite del në përfundimin se Sinawar është vrarë gjatë luftimeve të sotme. Izraeli ka të dyja këto të dhëna dhe gjithashtu edhe rezultatet e ADN-s së tij, si pasi ka qenë prej 23 vitesh I burgosur në burgjet izraelite. Ndërkohë ka një reagim të fundit kryeministri I Izraelit Benjamin Netanyahu, I cili e përshkruan Sinawarin si njeriu që ka projektuar ndoshta masakrën më të madhe në historinë e njerëzimit që mbas Holokaustit. Ai I adresohet popullit në Gaza duke I thënë, Sinawari shkatroi jetët tuaja dhe tani që ai ka vdekur, Hamasi nuk do të ketë më kontroll në këtë territor. Lufta nuk ka mbaruar ende, thotë Netanyahu.